Pas eliminimit të djalit të saj, Malit, nga Big Brother VIP, këngëtarja Violet Kukaj ka reaguar në rrjetet sociale. Ajo ka publikuar një sër mesazhesh dhe komentesh nga ndjekësit, të cilat sipas saj tregojnë mbështetjen e madhe që Mali ka pasur gjatë qëndrimit në shtëpi. Në përshkrimin e postimit, Violeta ka shkruar shkurt: "Komentet tregojnë gjithçka, duke lënë të kuptohet se nuk ka qenë plotësisht dakord me mënyrën se si kanë rrjedhur ngjarjet në spektakël." Prej javësh, në rrjetet sociale ka pasur shumë reagime nga publiku, ku një pjesë e madhe e ndjekësve e kanë cilësuar këtë sezon të Big Brother VIP Albania si një nga më të dobëtit dhe më të kontestuarit deri më tani. Sipas komenteve online, shumë shikues kanë shprehur pakënaqësi jo vetëm me produksionin dhe mënyrën e menaxhimit të lojës, por edhe me sjelljen e disa banorëve, të cilët shpesh janë akuzuar për sulme personale, firje dhe përfshirje të familjarëve që nuk janë pjesë e formatit. Po ashtu, debatet më të mëdha janë krijuar rreth eliminimeve. Në disa raste, publiku ka pretenduar se disa banorë që dukeshin shumë të mbështetur jashtë janë larguar papritur nga loja, duke ngritur dyshime dhe mosbesim mbi mënyrën se si po zhvillohet gara. Këto reagime kanë bërë që një pjesë e audiencës dhe ish banorëve të shprehin hapur dyshimet e tyre për atë që po ndodh këtë sezon, duke e cilësuar si një nga më të debatueshmit në historinë e formatit.